Kemë qenë. Se kemi marrë këtë botë, ku do të shkojmë? Kemi qenë dikun tjetër. E vetë, po pyetje më stinë tash me një pak. Kemi qenë dikun tjetër, se Zoti fillimisht, në fakt këtu kritjen tekste, o të Kuranit, ose thonjit pejgamberit, po për mos me marrë kohën, mi citu kështu krejt detaje. Po shkak se vëna shumë shpejt minuta. Po, fillimisht Zoti si ka kriju njerëzit, apo kafshët, apo shpend, i ka kriju vetëm shpirtat e njerëzve. Edhe kur i krije gjithë, prej njeriu të parë, deri tek i fundit, që do të jetë para kiametit, Zoti u paraqit para tyre. Dhe i pyeti, publikisht, këtë shpirtat, edhe tanë, edhe tim, edhe tyne, stafit tu edhe të tjerve. E lestu bi rabbikum, a nuk jem Zoti juaj? Çka thanë? Kalu, bela, shahidna, thanë, po, gjithsesi ti e Zoti jo në dëshmojmë. Pastaj Zoti filloi procesin. Në tropë rëndikon. Se këtë fjalla, ma ka vra shpirtin, shpirti pëndanë. Ka njerë jenë disa ndisi i hosë që nuk më të spjegu njeriu. Diska tjetër thot zemra, diska tjetër thot logjika, diska tjetër thot një energji që është e paspjegueshme. Jo, këto... Bili shpeshere foli me kolega, vësh kur e shë vetë, marsyja, diska tjetër, zemra thot diska tjetër, po është një energji e cila i mbun të dyjat, edhe që në drejt njeriu, se di, është në situatat paspjegume. Gatin se cilë në religion të spjegohet paka shumë. Po më duket në emision sonte të full energjiko këtë. Po ti sa pytit po mi bënë unë një 3-4 orë person nuk të përgjigjë në dëtë. Se po më bënë shumë pytit dhe nuk po me hapësir po më përgjigjë. Po të ndë shkut e thjesht e bukur, o që shdim ti. Pytja e parë, pra, ku kemi qenë tek Zoti. E dyta, pse kemi anë këtë botë? Me hangre me pije, me vdekje? Jo, kemi anë këtë botë shka... Musë provua me ladinin. Jo, kemi anë këtë botë, jo, me njoftë Zotin, me adhuru Zotin. Po atje pësa, s'kishë mujtë me njoftë atje për anti kishë mujtë, po me i dhonë koptim jetës pak. Me shijue, me i dalue të mirin për të keqit. Ba mirësin edhe keqë bërësin. Me na e po ftyrën se cili për njerëzve. Sepse Zoti ka mujtë dojnë gjenet me na shu, për Zotin është lehtë. Dhe atje kishë mujtë me na po cilë është i mirit, cilë është i keqit. Vetë thotë në Kur'an, Zoti dini çka keni në zemrat juja. Allah po thotë, ju kemi krijuar liyebluekum eyyukum ahsanu amala, që të shohim cili prej jush jeni ma vepërmirë. Të shohim njerëzit, të japet mundësia secillit. Ta arsyeton qëndrimin në xhenet. Po dhe ai që do të më shkon zjarr, ta arsyeton qëndrimin pse më çan zjarr. Dhe pra, kemi qenë tek Zoti, kemi anë këtë botë për me njohë Zotin, me adhuru Zotin, edhe ne edhe gjinët, këtë krijesa tjera, edhe çka, edhe ku do të shkojmë. Prap do të kthehemi atje ku tek Zoti. Po na shkoj shumë shpejt minutat, kam shumë shpytje Ozi, kemi dikon edhe minuta deri në fund, po na shkoj shumë shpejt minutat, kam edhe shumë pyetje. Kur rin shpirti? Në trup tash është arsyeja, truni, forma e mendimit, zemra ka një herë jep, po është s'ka energjia që nuk ka shpjegim. Diska tjetër thot logjika, diska tjetër thot zemra, diska tjetër vjen i farë energjisë që është e paspjegueshme. Është çaj shpirti, janë ndjet shpirti. Fidan, shpirti është në trupin e njeriu. Mirë po, të më pyes mua apo dikon tjetër. Qysh është shpirti, qysh duke shpirti, forma e shpirtit nuk e ka ditë tash profeti. Po, jo, zërga saj. Po, mirë po, te këtu që po thotë idetë apo mendimet, jo këtu nuk ka problem këtu, let me i definu. Te përjetime. Çdo gjë që të vjen, të cilët vërdall mendje, zemra pak më ndrysh, dhe ti tash e analizon kë veprim apo kjo ide që më ka ardhur, është e mirë do bësh me bënë. Sepse janë dy shoqërues të njerëzit, që nxisin ata njërin punë të mira e njërin punë të këqija. Është një melek, një angel që e shoqëron robën e Zotit edhe e nxit çdo herë për mirë. A ke pa kur e shef një të smur? A të thot një mendje, po na lëmë kerën merre. Mendja tjetër sa thot, po lemër, çapo mërzitesh ti për ta? E çiky që thot, edhe që po të nxit me boçit vepra të mira është meleku. Që ky shejtani i mallkuar, djalli i mallkuar, në gjuhë letrare, ky djalli i mallkuar snalet se vepruari derisa ta shoh njeriu keq, se është misioni i tij veç me bokeç. Me bokeç. Edhe i ka thonë Zotit, o Zot, të lutem më afatizo mua, më jep afat. E para mendoi Iblisi. Me thonë ai shefi kryesor i shejtanëve e ka lutë Zotin. Mi thonë kodha afat. E na besimtarët sot nuk e lusim Zotin. E Zoti ju ka përgjigj Iblisi, çfarë mesazhi i fortë. Ju ka përgjigj krijesat më keqbërse, që mision e ka keqbërin, ju ka përgjigj, ja ka pranuar lutjen edhe i ka dhënë afat deri në ditën e gjykimit me jetua. E çka tha ai? Unë tha o Zot, do të punoj, edhe do të veproj, tha, me robërit e tu, tha, derisa ti devijoj gjitha. E tash, kur vinë 2-3 mendime, veç analizoje. Cila është në dobi? Në aspektin normal, tha. Zoti edhe feja. A mund të më kuptoj Zoti pa fe? Pse Zoti ka nevojë për fen?
Pse ti ka nevojë për Zotin? Shumë bukur. Jo, Zoti... A kuptohet Zoti edhe pa fe? Jo, absolutisht. Pse? Se s'kuptohet. Se kjo është besim e psharak. Me dash shembull sot i lutem, nesër kundërshtoj. A feja është program jete. Feja është shpjegim i tëra asaj që ne e quajmë enigmatike, ose i tëra asaj që ne e quajmë misterioze. Krejt feja shumë bukur i detajizon, sa që nuk ka vdek i dërguri Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, derisa e ka sqarue edhe një mëshkonja, apo një mizë, që kur bie në gotë, çka do të me bo me ta? Se në njërën krah e ka atë helmin, në krahën tjetër e ka ilaçin, ka thonë zhyteni të tërën edhe nxerreni. Besimin e Zot pa fe, thatë është besim e psharak. Feja është programi jetës. Po. Feja është ajo që gjithçka çka të duhet ty, edhe çdo pyetje që të sillet mendje, ajo ta e përgjigjen. Që runa Zot, për ezam, ti po beson Zot, ama nuk je fe, runa Zot. Mos kof kjo realitet. Që tash ti po ti bëjnë disa pyetje, çysh po përgjigjesh ti? Se s'ki përgjigje për i fesë. A ti nëse më pyet mua, unë nuk përgjigjem si fadel, unë të përgjigjem për mësimeve të Zotit. Po, e tash kanë dalë në shesh, ata që po thuti, këta po e quajnë vetëm po më duket agnostik. Tash e pyetja, je musliman? Unë besoj në Zot. As thot po, a je krishter? Unë besoj në Zot. A je hebrej? Unë besoj në Zot. Po çysh beson aty? Në ka Zot të ti çysh dush me formulue. Ose sikur disa e marrin Zotin veç kur janë në krizë, në avion. E ke po? E ju vesh na? Ka ro me nejtë në ateista, si do të ateist, edhe në moment caktum. E kom eksperiencë, nuk po flasë për si ateista, si vim pi katune, vim me pak shkollë, e dojmë më kalzum katune dhe me kësa këna mrina, po flasë për në ratat të kalume, si kozo u ka një farë koncept, një farë trendi ateizmit, ka ro me po një moment pështirë tonë, o Zot, një mom, lutë në dhe si sa herët, pështojmë. Më ka ro vetë me ndëzim. Wallahi, mu më ka ro në për aviona shumë. I pa avion në tokë, po. Jo, në avion më ka ro ma shumë, edhe sinqerisht për thamë, mas komodin një në kur jam naltë, edhe kur ka turbulencë. E di pse? Se shumë lidhna me Zotin, edhe kom ku me ra shahadet, edhe me dëshmu Zotin, edhe me shku me la ilaha illallah. A shumë friksona me makinë. Se stjep atë, heq komoditet. Tap. Edhe interes.